Kur erdhi në 2016 administrata e presidentit Trump, ai ndryshoi 180 gradë raportin me Iranin. Prishi marrëveshjen e bërtamore, vendosi sanksionet dhe filloi flitej për ndryshim regjimi. Në atë kohë këta u bën relevant, sepse ishin opozita. Ka qenë një periudhë kohë gjatë administratës së presidentit Trump që Shqipëria ka qenë kthyer ose kampi në Mans ka qenë kthyer në vend pelegrinazhi për kongresmen, senator dhe zyrtarët amerikanë. Ishte zëvendës presidenti, ish zëvendës presidenti, ish sekretari i shtetit, shumë të tjerë të pranishëm. Deri ku erdhi administrata tjetër. Administrata Biden prap e ndryshoi qasjen e u rikthye tek qasja e administratës më përpashme. Këta prap kaluan në dorë të dytë, u kthyen në irrelevant dhe u ndalua çdo lloj aktiviteti. Nëse ju kujtohet, operacioni i famshëm i forcave speciale para 3 ose 4 vjetësh ishte pikërisht për këtë, për të ndaluar aktivitetin e këtyre. Në atë kohë, në 2019 dhe në maj të vitit 2019, Kongresi Amerikan ka miratuar një rezolut bipartizane ku i kërkonte qeverisë së Bashkuara të Amerikës, t'i kërkojë qeverisë Shqipërisë mbylljen e ambasadës së Iranit në Shqipëri. Rava nuk e bëri. E shtyu, derisa u përdor argumenti në 2021-shin, pra rezoluta është e 2019-s, derisa u përdor argumenti në 2021-shin apo 2022-shin e sulmeve kibernetike. Ishte strategjike nga në? Nuk ka asnjë provë që ato sulme kibernetike t'i ketë bërë Irani. Dhe me thënë, qeveria shqiptare nuk ka qenë transparent, unë nuk e di se çfarë ka ndodhur, por qeveria shqiptare nuk ka bërë transparencë për treguar se si është Irani pas kësaj. Sepse, të paktën me sa përket mua, në bisedat edhe komunikimet që kanë pas me ekspertët të teknologjisë e informacionit, ata dyshojnë ose janë me 99% të bindur që sulmet që janë bërë, sulmet kibernetike që janë bërë tek Akshi, por edhe tek sistemet e tjera, janë sulmet të bëra nga grupi mafios që është i përfshirë në dosjen e Akshit. Janë ato kompani që kanë bërë. Pa përmend faktin që sulmi i parë që është bërë Akshit, është sulmi që ka bërë Erion Velia në 2021 ku nxori listën e patronazhistëve. Ato ishin të dhëna të nxjerra nga Akshi, nga sistemi i Albanias. Nuk ishin të kompiluara ishin të marra nga sistemi i Albanias. Ai është sulmi i parë. Ju po thoni që Irani është përdorur thjesht si mburoj Irani është ajo që është. Por ka pasur Irani ato çfarë ka bërë është që të paktën ndjenjën time ka pas 2 përpjekje për sulme terroriste. Njëra tek kryegjyshata dhe tjetra tek kampi, të cilat janë parandaluar nga institucionet tona të sigurisë në bashkëpunim me institucionet tjera. Ambasada e Iranit u mbyll për shkak të aktivitetit të spionazhit dhe të terrorizmit të qeverisë iraniane. Jo për shkak të Akshit. Sigurisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës interesonte rezultati. Rezultati ishte largimi i ambasadës, mbyllja e ambasadës këtu, sepse krynte aktivitete subversive. Por askush nuk ka arritur ta lidhë dot publikisht të paktën Iranin me sulmet kibernetike. Nëse më pyet mua, sulmet kibernetike burojnë nga Shqipëria. Pastaj se si përdoren, se kush grupe rekrutohen e marrin dhe bëjnë, a janë nga Çipra, a janë nga Irani, a janë nga India, është çështje tjetër. Por personat kam arsye për të besuar fort që personat prapa sulmeve kibernetike ndaj Shqipërisë janë këto kompanitë e përfshirë. Shprehjes së famshme romake, kush përfiton në funditës? Janë këto. Shqipëria në raport me Iranin është tërësisht irrelevant. Sepse vetmja gjë që ka Shqipëria është një 3000 ca veta, se disa tjerë kanë një 3000 ca veta që rrin këtu. Leadershipin politik nuk e kanë këtu, e kanë Francë dhe kanë shpërndarë në vendet e tjera. Këta mund bëhen sfidë nëse do organizojnë kryengritje në Iran, gjë që nuk jemi aty. Irani ka sfida tjera sot. Irani ka sfida me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka me Izraelin, ka me vendet e tjera, dhe nuk përbën sfidë